Ndotjet pranurës hekurudhore të Vrakës në përrojnë që ndan Shkodrën nga malësia e madhe kanë krijuar një situatë të rënduar. Kjo për shkak të hedhjes së mbetjeve shtazore, të cilat si pasojë e temperaturave të larta në këtë periudhë në vazhdim janë në proces dekompozimi dhe paraqesin një rrezik serioz për përhapjen e infeksioneve. Hedhja mbetjeve shtazore në mjediset e hapura është rreptësisht e ndaluar, veçanërisht në zona ku qarkullojnë njerëz gjatë 24 orëve ose pranë brigjeve të përrenjve dhe lumenjve. Si mbetje shtazore, ashtu edhe inertet dhe mbeturinat e tjera kanë krijuar këtu një gjendje mjaft të rëndë, ku her pas here dhe digjen. Ato përfundojnë në rrjedhën e ujrave të ëmbla të përrojë të Vrakës dhe pas vetëm 2 kilometrash derdhen në liçenin e Shkodrës. Është flagrante kjo situatë ndotje jo vetëm për rrezikun që paraqet për shëndetin e njerëzve, por edhe për dëmet potenciale që i shkaktohen ekosistemit të liçenit të Shkodrës. Fatkeqësisht kemi të bëjmë me një realitet jashtë çdo kontrolli, jo vetëm nga pushteti vendor i Shkodrës dhe i malësisë së madhe, por edhe nga strukturat për mbrojtjen e mjedisit në Shkodër, të cilat përballë kësaj gjendje alarmante në terren, duket se vazhdojnë të qëndrojnë pasive. E theksojmë këtë pasi prania e tyre në pika të tilla problematike mungon.